Ka njerëz që bëjnë lajm për diçka të veçantë apo një ngjarje specifike në jetën e tyre. Ylli Gramatiku përbën lajm për mënyrën se si jeton. Në moshën afro 70 vjeçari u rikthye në auditore për të studiuar për nutricion. 46 vite pasi kishte mbaruar universitetin. Ai thotë se prej vitesh nuk pinui, ushqet kryesisht me fruta dhe perime, praktikon agjërimin periodik dhe beson se njeriu mund të jetojë më gjatë se sa mendojnë. Disa e quajnë ekstrem, por një gjë është e sigurt se Ylli Gramatiku tërheq gjithmonë vëmendjen. Ju njiheni si nutricionist, por jeni futur kësaj rruge në një moshë kur shumica mendojnë të heqin dorë nga angazhimet dhe të shijojnë qetësinë. Çfarë të shtyu të nisi studimet master për nutricion? Por me qenë se unë para 10 vjetësh le të themi pata probleme me shëndetin, probleme jo, por të lehta, ju ktheva rrugës nutricionit duke mësuar, duke studiuar, duke ndjekur nutricionistë ndryshëm. Dhe dora dorës edhe më ndihmon dhe puna që kam me fushën e ushqimit, me restorantin, me fermën, që të angazhohem më tepër në këtë drejtim për përmirësuar shëndetin. Dhe gradualisht pastaj lindi nevoja që duhet të plotësohet me bazë teorike, përveç bazës njohurive praktike ose njohurive empirike, dhe duhet edhe një njohuri teorike dhe mendova që të kërkoj për të realizuar një master, i cili rastësisht erdhi me sukses të plot në fjalë, moshë pavarësisht se mosha ishte e madhe, jo fort optimale për studiuar, por që unë se pata problemat e punë, sepse nuk është se ndjej ndryshime nga mosha e re në moshë tanishme. Përse se jam njësoj me shumë vite përpara. Në fakt doja të di si keni pas marrëdhëniet me studentët e klasës, të kanë parë si fenomen apo si shok klasa? S'ka pas një marrëdhënie shumë të afërt, në fakt. Me disa persona mund të pas, po përgjithësi rria inert me ata, nuk është se kisha shumë të ndiqja në ato problemet e tyre ose në ato ndjekjen e moshës tyre në për kafe, në për to element, s'kam pas kontakte fare, rria në bankën time, në bankën e parë, përgjithësi ndiqja mësimin me ndërgjegje plot, jo me elementet që kanë çdo student, se unë kam qenë student për vete, më është edhe në atë ishim shumë të fokusuar mbas mësimit, por të radhë isha më ndërgjegjshëm patjetër dhe ishte dëshira madhe që u futa në atë kurs, në atë master. Dhe s'kam pas kontakteve të marrëdhënie të mira, normale. Unë faktikisht punoj me njerëz të rinj vazhdimisht dhe s'kam problem që me fjalë me njerëz të rinj të mos komunikoj, komunikoj fare normale dhe s'kam asnjë problem me fjalë. Me pedagogët gjithmonë kam pas marrëdhënie të mira. Kam qenë gjithmonë pjesëmarrës në diskutime të vazhdueshme, ku laudoja edhe ato njohuritë e mia, po dhe debatonim edhe diskutonim. Nuk kam ndjerë një problem. Problemi vetëm që ishte shkëputja ose ndërthurja e masterit me punët e mia, që unë punoj në mëngjesit e ndarë, edhe duhet ta ndërthurja me problemet e punës, plus duhet studioj edhe mazite. Ishte një problem tjetër, se s'mund kaloj në shkollë vetëm me duke mësuar atë çfarë dëgjon atje. Kështu që pata probleme derisa u integrova me mënyrën e jetesës, edhe shkoja me qejf në fakt. Ju shpesh thoni se mosha është thjesht një numër, por çfarë e plak një njeri në të vërtetë? Vetë mendja e tij, mendimet e tij e plakin. Unë them vazhdimisht që njeriu e fokuson ose e ndërton vetë jetëgjatësinë e tij në bazë të mendimeve që ka. Dikush që mendon që meqense më erdhi mosha e pensionit dhe unë do të rri i qetë, të çlodhem ose të bëj ato punë të shtëpisë ose ndjej ose hobet e veta, jashtë punës, ai në moment e ka programuar vetë largimin nga jeta. Kurse një person që nuk e ka ndërprer asnjëherë aktivitetin e tij, por ndërkohë dhe kam përshtetër me dietë ose me mënyrën e jetesës, se s'mundet të ashet, pish dhe të bësh një jetë atë që e quajmë ne jetë të qetë me fjalë, dhe ndërkohë të presësh jetë gjatësi. Duhen të jenë të gjitha të ndërthurur ato. Me fjalë po e patë në fokus tendencën që ti të jesh aktiv në punë dhe të jesh pavarësisht shëndetit, pavarësisht ushqyerje, atëherë mendoj që jeta është thjesht një numër që njeriu e përcakton vetë. Aq sa do ta zgjasë vetë. A jeni paragjykuar ndonjëherë për këtë zgjedhje që keni bërë? Paragjykim kam kundërshtime plot në fakt, edhe kur bëj muhabete, njerëzit tani janë mësuar me stilin tim të ushqyerjes dhe të jetesës.
Unë për shumë agjeroj shumë, mund të jem në agjeruset e vetëm në Shqipëri, po ndoshta edhe më gjërë, që bëjnë agjerim shumë të gjatë me fjalë, me agjerim të thatë, pa ushqime dhe pa ujë, edhe them që jam profesionist tani në këtë fushë me fjalë. Dhe tu ka paragjykime plot, se mund të ri njeriu pa ujë. Unë kam 7-8 vjet që s'pi ujë fare për shkak. Edhe pra paragjykojmë që si ri njeriu pa ujë, ose si mund të rish pa ujë dhe pa ushqim disa ditë rresh njeriu me fjalë. Nga 1 dhjetori 2025 deri në 31 maj të vitit, unë agjerova 3 ditë ushqim, 3 ditë pushim me fjalë, pa ujë, pa gjë. 3 ditë pa ngrënë fare. Pa ngrënë dhe pa pirë asgjë, dhe 3 ditë ushqesha pastaj. Dritare 6-6 me 6-6 quhet në fushën e agjerimit, që 6-6 ori pas një lloj ushqyerje, vetëm me ajër, dhe 6-6 orë tjera ke mundësi të ushqesh, po jo se 6-6 orë jesh, por ke mundësi të ushqesh në ato orë. Dhe këtë e bëja në mënyrë ciklike të pandërprerë me fjalë. Me fjalë mua në 180 ditë që ka 6 muajsh, 90 ditë mbetën pa ushqim dhe 90 ditë tjera me ushqyerje normale, pa ujë gjithmonë, po me elementet që konsumoj unë, frutarian përgjithësi, ose vegani thjesht, edhe kaluja normale. Për shumë sot konkretisht jam në agjerim, që dje deri nesër në orën 4 mazite, 22 orë agjerim, se tani në periudhën e vapës është më i vështirë agjerimi i thatë, sepse ka një humbje lëngjesh më të madhe se sa ndimër. Ndimër është më thjesht, pastaj do rikthehem përsëri në 10 orë përsëri në këtë stil të ushqyerjes ose dietesës. Dhe tu kuptohet që ka paragjykime, ose ka mosbesim, ose ka çudi, por ka besim nga çfarë? Po si ka mundësi kjo lloj mënyrë, nuk ka mundësi linjen, po di unë histori pafund, po Nga kush paragjykohesh më shumë, nga të rinjt apo bashkëmoshatarët tuaj? Bashkëmoshatarë, përgjithësi po dhe të rinjt nuk hyrin fare se e punë, sepse ata janë shumë mirë me shëndet edhe nuk e, po ata që kanë nevojë për shëndetit, se më bëjt konsulta shëndeti, ata në përgjithësi kanë, por ka dhe njerëz ata që aplikojnë, që kanë tendencë të futen në ato ose në mendimet e mia ose në rrugën time për të mbajtur një jetesë. Po faktikisht unë kam shumë vjet që s'përdor asnjë lloj ilaçi, nuk njoh farmacit, nuk njoh smundje, nuk njoh dhimbje kokre, nuk njoh asnjë lloj problemi shëndetësor me fjalë. Edhe punoj gjithë ditën pa asnjë lloj problemi, pa lodhje, pa. Tani të shmësuar trupi, besoj. Jo, është ndërtuar trupi ashtu, se trupi nuk mësohet po se ushqeve me mënyrën e duhur të jetesës. Për shumë unë s'kam asnjë lloj vap, tani është vap e madhe jashtë, unë s'kam as vap, as djersa, asgjë fare, që tregon që trupi është adaptuar në këtë mënyrë jetese, ose më saktë është zgjedhja e duhur që duhet të jetë njeriu. Po të thosh dikujt që vjen trufullon, futet në lokale, se kam shumë vap, diqa nga vapa, ai kuptohet duke thënë çudi, duke thotë s'kam vap me vjen. Në këtë mënyrë këto janë paraqytimet që kanë njerëzit. Fjalë njerëzit më saktë nuk duan të ndrojnë mënyrën e jetesës, pa pasur një shkak të fortë, siç e ndrova unë në shkak të fortë. Vetë njeriu nuk të heq dorë nga zakonet e tija. Por unë nuk pi as kafe, nuk pi as alkool, nuk pi as ujë, nuk pi as lloj çaji, nuk pi as lloj elementi tjetër. Dhe ndihem shumë mirë, sidomos në agjerim ndihem më mirë se sa në kohë ushqyerje. Në fakt unë jam shumë kurioze pse nuk konsumon ujë, çfarë sjell ujë nëse konsumon. Se nuk më pihet, thjesht fare. Jo se detyroj vetëm mos pi ujë. Nuk të pihet. Jo. Nuk kam asnjë rretje. Sepse po ta kuptoj njeriu, se njerëzit nuk e kuptojnë, e pinë ujin si diçka normale, po uji është tretës i mirë. Dhe uji që bën atë që quhet hidrolizë, nëse do ushqesh me produkte që kanë albumin, amidon ose produkte shtazore, ose produkte që kanë shumë ujëra, trupi për të zbërthyer tonë në stomak duhet detyrimisht të pi ujë. Dhe uji është proces tretje, nuk është proces që e pi kot njeriu, e kupton? Kurse hidratimin unë pastaj e marr nga frutat në përgjithësi. Ti konsumon? Po patjetër konsumoj shumë fruta. Dhe hidratimi tim është i plot. Unë në ditët e agjerimit kam urinim shumë të plot, nuk është se kam tharje ose element që në këtë kuptim e fjalë uji nuk është se është zgjedhja ime që unë e heq sepse dua ta heq, por nuk më pihet vetë. Kështu që në këtë kuptim është. Jeni shprehur se do rinisi një shkollë tjetër. Si janë planet në vijim? Po, tani duhet të hap një qendër nutricioni, jam duke punuar për atë punë, dhe pastaj me kohën duhet të thelloj studimet, sidomos në fushën e agjerimit kam dëshirë që të studioj më shumë me fjalë. Për të ardhur ndihmë dhe vetes njerëzve që njoh unë ose atyre që ndjek, po ndërkohë dhe
Edhe thjesht një studim me fjalë që është një fushë që njerëzit nuk para e njohin, se si funksionon biologjia e trupit në kohë agjerimi. Dhe unë të dua ta thelloj më tutje. A ju shqetëson fakti se shumë specialistë nuk bien dakord me ty, duke qenë se nuk konsumon as ujë dhe si reagojnë mjekët? Mjekët janë skeptik, në përgjithësi mjekët nuk futen fare dhe fushë ushqimit. Debatet mëdha janë me nutricionistët se sa me mjekët vetë. Se mjekët e kanë ndarë mendjen që merren vetëm me pjesën e luftimit të simptomave të një problemi shëndetësor dhe nuk futen më shumë te ushqimi. Kurse nutricionistët tjerë kanë rryma të ndryshme, ka rryma që janë karnivore, që ushqen me produkte shtazore, me mish, me të gjitha, ka rryma frutariane, siç kam unë me disa ndjekës të tjerë, ose njerëz që unë kam komunikim, por ka dhe rryma vegane, ka dhe rryma pastaj omnivore që janë gjithçka ngrënëse, që llogarisin që gjithçka do konsumojë trupi, se trupi ka nevojë për shumë element nga ushqyerja dhe duhet i marrësh të gjitha. Me fjalë kjo është ajo që nuk kam se kam konflikte, s'para bëj konflikte. Një që agjeron gjatë edhe që është frutarian nuk ka tendencë të bëj konflikt sepse është i qetë nga natyra. Nuk ka atë. Kurse një karnivor, mendoj unë, ose një omnivor, gjithmonë ka tendencë, ka një impuls për debat me fjalë që quhet. Në këtë kuptim nuk para bëj debat. As nuk mundohem të mbush mendjen e njeriut, se si ndodh kjo punë, por gjithmonë provash ajo që vërteton gjithçka me veten. Ato që thuan në teori ti zbatosh në praktikë, në këtë kuptim. Kur nuk agjëroni, si ushqeheni, si është dita juaj? Atëherë dita ime është në mëngjes jam gjithmonë në pushim, në agjerim plot. Pavarësisht se si mund të jenë agjerim, mëngjesin tim është gjithmonë bosh. Dhe në këtë periudhë çel në ora 2-3 me fruta gjithmonë, në sasi të mëdha frutash. Kur them sasi të mëdha, pjepër, shalqin, fiq tani, manat, që po mbarojnë dhe qershi prap pa e sap, me fjalë, disa kile në ditë. Nuk është se e mas shumë, po konsumoj me fjalë. Goxha bollshëm. Kryesisht i bëhet smooth to pjeprin e to tjerë, shalqinin e konsumoj normale, qershit normale. Jam i dhënë mas atyre, edhe ndihem shumë mirë me atë lloj ushqyerje. I kam ndërprer gjithë ushqimet e tjera, to ushqimet to themi supat makrobiotike që ndërtojmë ne vetë, supat thjeshta fare, supat me thjerza, që i kam eksperimentuar për periudhën e dimrit, kurse tani në verë kam të ndarë mendjen që vetëm me fruta të ri. Në dimër pastaj konsumoj smoothie mollësh, dardhash, pak portokall, me fjalë elementet që janë të dimrit. Edhe rush, këtë vit për fat ka patur vazhdimisht rush gjatë gjithë vitit. Edhe rush kam konsumuar gjatë gjithë sezonit tjetër. A e keni trastuar ndonjëherë regjimin tuaj? Jo, s'më shkon mendja. Prej sa kohësh e mban këtë regjim? Por ka ardhur gradualisht në ardhi gjithë në këtë fazën e sotme. Me fjalë nuk mundet që këtë regjim ta kem mbajtur para 7 vjetësh, si isha edhe një uritë e duhura, po frutarian kam disa vjet, 4 vjet po një herë. Frutarian i plot, po me qenë se unë punoj edhe me kuzhinë, me restorantin, edhe provoj diçka për shembull, po themi një element për gatuaj ose më shumë për të parë shihet, për të parë gjitha dhe ka raste që mund të marr ushqime vegane, kurse fruta ato ushqimet shtazore, ato si prek me dorë fare, sepse nuk ja dot, ato janë lidhura me mikrobiomën time të ndërtuar ose mikrobiomin e njeriut edhe unë nuk kam nevojë që të ushqem me mish, as më shkon mendja, as me peshk, as me mish, as me elemente të tjerë. Vezët janë në mënyrë absolute, bulmet në mënyrë absolute, që nuk i përdor, kështu që s'kam për të tratuar gjithë, s'kam atë nepsin e famshëm që duhet ta diçka sepse më shkon mendja. Vetë kam larguar ato. Keni deklaruar se do të jetoni deri 150 vjeç. E besoni vërtet këtë apo është thjesht diçka për të ngjallur debat? Atëherë unë punoj shumë me autosuggestion. Ne kemi mbush mendjen vetes time për diçka që dua ta realizoj. Edhe për shëndetin kështu kam punuar me ato disa vjetërisht në autosuggestion dhe nuk është se është thjesht i mbush mendjen vetes time, po është synim me fjalë. Dhe kur mban njeriu synimet, orienton dhe gjithë atë mënyrën e tij të jetesës për të realizuar atë që do me fjalë. Në çdo njeri që ka një qëllim të realizojë diçka, gjithmonë ai duhet të punojë për atë drejtim. Nuk mund të thuash dorën 150 dhe ndërkohë të ulesh pish raki me fjalë. Ose të bësh jetë jo të rregullt nga ana e shëndetit. Në këtë kuptim me fjalë që është mbar krahas një orive që unë i përmirësoj vazhdimisht
duke përmirësuar njohuritë, të laudoj dhe ose orientoj dhe sjelljen time tash i ushqyerjes, tash i mënyrës së jetesës. Në këtë kuptim kjo është ajo që ndiqet. Por gjithmonë kam parasysh që dua të jetoj gjithmonë jetë aktive, nuk quaj jetë atë të rishtrir në krevat ose jetë sedentare ose jetë jo aktive. Në atë pastaj mos e quaj as jetë fare, do e quaj një vegjetim të njeriu që është pa pikën e vlerës në vet. Moment që bëhesh i mërzitshëm për njerëzit tu, njerëzit e familjes ose njerëzit që të rrethojnë, më duket pa kuptim pastaj jeta. Të shtysh ditët. Nëse sfrutroshin 100 vjet është njësoj ajo dita pa një variacion, pa një mënyrë aktive. Thej që bën një jetë aktive. Si është dita jote? Sa orë në ditë flen? Unë 6 orë në ditë flen, 6 orë e gjysmë, 5 orë e gjysmë, varet në ashtu, shohem rreth orës 7 në fjalë, plus minus, 7 pa çerek, 7 çerek. Tani që jam pa shkollën, fle rreth orës 12 çerek. Dhe mbasi mbaroj to punët e mia të mëngjesit, gjithmonë pa ushqim. Lexoj diçka, mund të lexoj në një gjë të vogël edhe pastaj nisem për punën time. Ndjer ato në Facebook ose në Instagram ose në ato rrjete sociale. Facebook për shembull, ato që kam shkrimet ose komentet ndryshme që ndjek njerëzit dhe pastaj vazhdoj punën e mia të restorantit. Dhe kryesisht mazite pastaj mundohem të lexoj. Lexoj shumë fakt, po në fjalë lexoj ato pjesët e nutricionit. Pastaj gatuaj kuzhinë, në fjalë bëj pazarin, gjithmonë bëj pazarin vetë çdo ditë me biçikletë, në fjalë jam aktiv shumë në lëvizje. Dhe ndjej problemet e hotelit, problemet që kam në lokal në fjalë të ndryshme, po dhe problemet familjare, problemet që mund të jenë problemet për investime, për punët e mia. Politikën e ndjej prapë. Cila është kritika më e fortë që merr nga kolegët tuaj? S'marr kritika. Marr për të mënyrë sjellje ata janë mësuar me ata njerëz që punojnë dhe nuk shfaqin në im. Thonë një fortje si e menaxherimin dhe kaq, po nuk është se ata e provojnë dhe vetë birës ushqyerjen time, më ndjekin frutat më shumë ose ka një influencë të ndryshme, për që ata dora dorës e përqafojnë dhe vetë atë mënyrë sjellje të ushqyerjes. Dhe kanë rezultat, kush ka probleme gjithmonë gjen një zgjidhje të problemit vetë. A mendoni se industria ushqimore përfiton nga sëmundjet e njerëzve? Industria ushqimore sërse përfiton, ose më saktë ajo është shkaku që smuren njerëzit. Industria farmaceutike përfiton nga ushqimet e njerëzve, ose nga sëmundjet e njerëzve. Por është një cikël them unë që shkon në 3 faza. Faza e parë është grumbullimi në qendra urbane të fuqishme të njerëzve, që është faza e parë. Pastaj kjo fazë mbështetet në fazën e industrisë ushqimore që ushqen njerëzit edhe jetën e tyre, për lokalet, pubet ose elemente të tjera, alkoolet të gjitha. Dhe pastaj vjen faza e tretë, i them unë ai që pret në fund fare është mjeku dhe mbas mjekut vjen pastaj farmaceutika që përfitojnë për sëmundjet e njerëzve. Me fjalë pa grumbullim njerëzit duke jetuar në fshatra, duke jetuar në për zona rurale, zona që ata janë aktiv vetë, ata kanë pak shanse që të jenë pjesë e këtij rrethi. Kurse në zona urbane të fuqishme, pastaj detyrimisht njerëzit bëjnë jetën, reklamat janë të ndryshme, televizionet influencojnë vetë, rrjetet sociale vetë, në fjalë mënyra e jetesës tyre të shpihet që të ushqesh në mënyrë të gabuar dhe të përfundosh në të mirësirat të farmaceutika pastaj. Në këtë kuptim kjo është ajo cikli që funksionon në fjalë. Tani kush del nga ky cikël kuptohet, ka avantazhet e veta, kush e kupton të. Por të përgjithësi e kuptojnë vonë shumë njerëzit. Jo që në fillim, s'ka një edukat për këtë punë në fjalë. A ka ndonjë gjë për të cilën pendoheni gjatë rrugtimit tuaj? Asnjë gjë s'pendohem, vetëm kontrolloj, kolaudoj, korrigjoj dhe iki përpara. Nuk shoh asnjë gjë që pse e bëra këtë. Çdo gjë ka kohën e vet ose mënyrën e vet. Jeta kështu është ndërtuar. Dhe thonë amerikanët qumshi derdhur nuk mlidhet më me fjalë. Sa ikën, nuk mund të qash atë që ikën mbrapa. Merr vëm mend ajo që ka ndodhur dhe vazhdo tutje pastaj. Cila është gjëja e fundit që ke korrigjuar? Është proces i vazhdueshëm, nuk është se kam në një gjë kështu fatale që jam korrigjuar, kolaudoj vazhdimisht gjithçka ndryshoj dhe kaq, por nuk është se kam në një korrigjim. Kam hequr gjitha produktet shtazore, që është gjëja kryesore. Kam hequr bulmetin në radhë parë një herë, që është kryesore. Kam hequr drithrat, që janë prapë kryesore. Kam hequr mishin, patjetër dhe peshkun.
Në këtë kuptim që është ndryshimi drastik dhe kam mësuar agjerimin pastaj. Ose kam mësuar atë gjë që njeriu s'do të ushqehet 3-4 herë në ditë. Mund të rritet pa ushqim fare. Mi fjalë është të paktën heqja mëngjesit ishte gjë shumë e madhe sepse stresi që në mëngjes fillon se çfarë do, si do, kur do gjesh kohën që tash. Për shembull, nëse udhton jashtë shtetit ose brenda vendit, unë përgjithësisht kur udhtoj nuk konsumoj asnjë gjë, edhe jam shumë i qetë. Nuk kam idenë ku do ndaloj, ku do pi kafe, ku do pi ujë, ku do ndaloj për këtë, për atë. Dhe kjo është një pavarësi shumë e madhe që njeriu krijon me mënyrën e tij të jetesës. Kurse më parë pastaj që ishte gjithmonë do marrësh bukë me vete, do marrësh një ushqim me vete, do ushqem këtu, do ushqem atje, gjithmonë janë probleme. Ose nëse unë sa asnjë lloj gjëje në ditë, jam shumë i qetë përsëri me fjalë. Nëse unë se kam probleme atë konet në rënit ose çfarë do krijon një pavarësi totale me fjalë që ai që agjeron e provonte. Pa ai që agjeruesi jo me sikletë, se ka dhe agjerues që vuajnë shumë me fjalë që si shambulli domun fillimisht. Kur i agjerus normal, që ti se që asnjë problem atë mungesën e ushqimit, atëre je shumë i qetë karshik kësaj fushë me fjalë. Nivel më sput kokën në kuzhinë ose sput kokën në restorant ose sput nuk ke tendencën se çfarë do unë sot apo nesër. Nivel me kalon ditën pas një problem, që është gjë shumë e çuditshme, në fakt edhe shumë fantastike, që ti mos jesh varësi nga ushqyerja. Po familjarët e tu janë mësuar me regjimin tënd, me këtë agjerimin? Në fakt nuk ushqehem në shtëpi, ushqehem nga që unë punoj shumë në lokal, që mëngjes deri në darkë. Ata e dinë, në fjalë nuk është se mundohen të aplikojnë, por nuk pas sukses, në fjalë. Janë dhe ata vegetarian, nuk është se konsumojnë as mish, as bulmet, as vezë, as fare, por nuk janë në stadin tim, në fjalë. Nuk akoma si ardh halli se mund që të vjen në stad. Duhet të vijë halli që të futesh në stad edhe ose do të jesh një ori pastaj të duhura që të kuptosh për të punë. Në fjalë gjithmonë njeriu ka një moment që duhet ndryshojë atë që ndodh me fjalë ose atë që mënyrë jetese, siç është sot politika që është një moment që duhet ndryshuar dhe duhet ndryshuar. Duhet aty është zgjuarësia pastaj njeriu që në momentin e caktuar të bëjë ndryshimet e duhura. Jo të kalohet të jetë stepi ose hezitime. Në këtë kuptim shumë them unë që duhet në çdo moment të jetës të bësh atë që duhet bësh. Ti the më parë që këtë vendim e kam marrë pasi kalova një smundja. Çfarë smundje ishte ajo? Atëherë unë ieri kam qenë shumë i holl, si sot me fjalë. S'kam pasur si problem, në kohën që u martova, që u futa në bratat e shtëpisë me fjalë, në atë kohë fillova të shëndeten, të shëndoshem. Pa e kuptuar fare, shëndetin e kam pas mirë gjithmonë. Filluan problemet me veshkat, kryesisht me ngurtë e veshkave. Kto vazhduan rreth 20 e ca vjet, ose 30 vjet po themi, po me kriza të fuqishme, saqë vitet e fundit u bën shumë të rënda. Pastaj u shoqërua me hipertension, probleme me tension, gjithmonë nga mbi pesha. Dhe fillova ilaçet pastaj për tensionin, hipertensionin. Të se duroja dot pastaj që ti isha konsumator i ilaçesh, mbaja mentorët ose llojt e kur mbaroi ilaçi. Dhe fillova pastaj bëra aktesën e duhur në momentin që e pash që nuk shtyhej më kjo punë shumë me vete. Fillova me rënien peshë, fillova të aplikoj rënien peshë edhe për njerëz të tjerë që kisha klient lokal ose kisha miq. Me shumë sukses rezultonte rënja në peshë me fjalë me njerëzit, duke ngrënë gjithmonë, jo duke mos ngrënë. Dhe dora dorës pastaj këto ishin probleme, po probleme të fuqishme, hipertensioni dhe veshkat janë shumë të rënda me fjalë për organ. Njerë kalova tension 22 në qershorin e vitit 2015. Mbas një 5 vjeçari që punova shumë me fermën time që kam petrel me blektorin ose me këto produkte shtazore, përfundova edhe mbi peshë, po dhe tension, hipertension, 22 tensioni në prag të një hemoragjie cerebrale me fjalë. Kështu që në atë kohë pash maksimumin tim unë tash ku po shkoj me fjalë në këtë punë. Edhe mora aktesën pastaj. Dorës gjithmonë jo për njerëz, se s'mi mësoj njëri këto gjëra, tu s'ta pas një uri në ato vitet në 2015, nuk ka pas një uri, po tu se fare, po dhe në botë, vonë ka filluar kjo faza e ndryshimit kursit të ushqyerjes, ka pas një tendencë për rinë peshë ose për korrigjime të vogla, por agjerime për shumë nuk është njohur fare. Me vel, edhe para 100 vjetës ka qenë në modë, me vel para 200 vjetësh, po më vonë pastaj humbi kjo. Edhe bish një agjerimin që bëjnë ta feja islame
s'mund ta fus në to linjat e agjerimit, është agjerim i thjesht fare, ose thjesht për të edukuar veten në mënyrën e jetesës, ose në qëndrueshmërinë, ose në besimet e tyre, po jo agjerim i plot i quhet agjerimi shëndetësor, me fjalë. Se unë bëj agjerim shëndetësor në kuptimin që mbi 18 orë fillon proceset e ketoneve, prodhimi i ketoneve, e procese të tjera, s'mo i vim tani se puna. Po unë në agjerimin 70 orë, 80 orë, 90 orë, kalojnë autofagji ose në pasrim të plotë të organizmit, fillojnë qerizat e reja staminale i prodhimit tyre që më bën që të mbaj veten mirë, me fjalë. Ti thej që është agjerim shëndetësor. Sa kohë të është dashur të lexosh për agjerimin shëndetësor dhe të vazhdosh ta? Nuk kam lexuar shumë, me fjalë. Kam lexuar më shumë, bëra edhe temë në diplomës për agjerimin e bëra në fakt. Po kur fillova agjerimin, ndija që agjerimi ishte shumë i mirë, dhe fillova me vuajtje çdo të premte bëja agjerim, 24 orësh, me shumë siklet në fakt. Kisha dhimbje koke, kisha pare ati uri, s'ndjesha mirë, por çdo javë bëja atë në mënyrë të plot, nga një mëngjes në tjetrin, agjeroja, dhe pastaj kalova në 2 ditë, në 3 ditë, por kur me shtesën e njohurive dhe me kalim në dietën frutariane, e kisha shumë të thjesht. Një njeri që është frutariane ka shumë thjesht, mos ushqehet fare, sepse është i hidratuar vetë, ai ka energji të mjaftueshme për ta mbajtur veten. Kurse çelësi i agjerimit pastaj është një gjë që njerëzit e njohin pak, specialistët e njohin pak, por nuk e zbatojnë. Është fleksibiliteti metabolik që quhet, kalimi nga energjia me glukozën, me sheqerin, kalim në energji me yndyrnat, me acide yndyrore që ato zbërthehen në ketone, në mëlçi dhe më mbajnë organizmin në eficiencë metabolike dhe energjetike dhe punon shumë mirë trupi. Dhe ky fleksibilitet metabolik është ai që çelësi që njerëzit nuk mbajnë dot agjerimin. Trupi është sikur të kesh 2 linja elektrike në shtëpi, kur ikën një linjë fillon linja 2. Po ndërkohë linja e parë është glukoza, linja e dytë është yndyrnat. Në këtë moment trupi tim është adoptuar tani që kalojnë nga një linjë tjetrën. Stam ushqim, stam glukozë, po themi, kalojnë në yndyrna direkt, shfrytojnë yndyrnat e trupit. Në këtë mënyrë kalon trupi. Ose kur filloj ushqim, pastaj ndërpritet ajo prodhimi i ketoneve dhe kalon në kalim në glukozës. Kjo është ajo që është thelbi i agjerimit. Po e kuptoj të çdo njeri. E dyta pastaj agjerimi është proces pastrimi një herë. Që është duke punuar me ketone, trupi nuk merr inflamacion nga jashtë ose nga ushqime, se çdo lloj ushqimi në një farë mënyrë ka problemet e veta, kurse atë që prodhon trupi vet nuk ka asnjë problem. Në këtë mënyrë agjerimi këto ka funksionet bazë të veta. Plus të edukon pastaj që ti të kesh një mënyrë të qëndrueshme të menduarit. Një fjalë, unë s'ka shanse të aprish orën që kam caktuar për agjerim. Më thonë shpesher prite, se ka raste që dhe mezi e përballoj, në kuptimin kam neps të vogël shumë, them pani ju unë s'pa shikon se duke gatuar, duke jetuar me njerëz që ushqen, gjithmonë ke atë tendencën dhe prap nuk e prish, se po e prish e njerë, them unë nuk e mban dot më pastaj. Fillon të mësohet organizmi që ti nuk e mban fjalën dhe ndërkohë nuk ke shanse ta mbash më. E ke prishur ndonjëherë? Asnjëherë s'e kam prish. Që ti që thon vetë si më s'e mbaj më tani. Kam caktuar 5 ditë kam bërë, kam caktuar 4, 3 me vjen. Nuk ka shanse ta prish. Më mirë vdes si qeni dhe mund të prish atë orën që e caktuar. Tani për mbyllje të bisedës, kemi bërë disa pyetje të shpejta ku ti do zgjedhësh. Kafe apo çaj? Çaj është më e mira. Ashensor apo shkallë? Shkallë. 30 minuta gjumë apo 30 minuta ecja? Varet nga koha. Po t'jetë natë do të zgjedh gjumin, po t'jetë ditë do zgjedh ecjen. Okej, një ushqim që do ta hiqit nga tavolina e shqiptarëve. Bulmeti. Një ushqim që do ta vendosit në çdo tavolinë. Frutat. Janë të mira. Të falenderoj shumë. Faleminderit ju. Ishte kënaqësi dhe do jesh gjithmonë i mikpritur. Faleminderit ju. Faleminderit për mesazhet e vlefshme dhe rrëfimin tuaj. Do të është një situatë kuptimin që njerëzit nuk e përqafojnë kollaj, po unë them që është ardhmja e ushqyerjes. Kjo mënyra që bëjmë sot është ardhmja.
për njerëzit. Nuk flet se sa vjet, 50 vjet, 10 vjet, 20 vjet, 100 vjet, po rruga të kësaj kohë të shtoj. Fjalë nutritori do të shtoj njohuritë e veta, do të perfeksionohet më shumë, do të ketë më shumë nutricionista. Tani është viti 3 i nutricionit në UBT, që unë isha viti 2 ose sezoni 2 që i quhet, ata të parët nuk e di ku janë. Nuk di që asnjëri nga ata që na merru me mua të fillon nutricion punë. Unë mund të jemi i pari, por shpresoj që me vite do të shtohet kjo punë, kështu që dhe njerëzit do të kenë, do jetë ajo trendi, si thua, për të ushqyere. Për shembull, sot është çudi e madhe nga eksperjenca time që përpara darkë ata ishin vonë, tani nuk ka njëri darkë pas orës 9 darkë, në përgjithësi. Përpara në 9 fillonte puna, ose a e shumë rënd, për themi me parë 2, 3, 4, tani është e çuditshme që njëri të marrë parë 2, 3 vaftet në fjalë, edhe sallatë dhe antipaste edhe mish edhe ëmbëlsirë në fund fare. Në këtë mënyrë ka një ndërgjegjësim shumë fuqishëm, ka një rënje në peshë njerëzve, shoh shumë, sidomos femrat janë shumë më elegante se më përpara, ose edhe meshkujt, po tani bie në sy një ish ndosh, nuk bie në sy një që nuk ka shëndetin, ose sta mbi peshë. Unë dalloj tani ato që janë mbi peshë, janë të pakët, nuk janë të shumtë në numër. Flasim thonë një pjesë e caktuar, se ka dhe tjerë, por ka një trend në fjalë për rënien peshë, sidomos femrat e kanë atë duke qenë se ndjekim shumë rrjete sociale, në rrjetet sociale rekomandojnë dieta, por jo pa ushqyerje fare, ashtu siç e bën ti dhe jo, nuk ka dietë pa ushqyerje, ka mënyrë testësh dhe agjerimi, ëh. Tani vetë trupi instatëror në kohën që fle agjeron, apo themi. Në kohën që është pauzë bosh agjeron. Kurse koha pasaj që agjeron që unë e bëj të gjatë, ka ato përfitimet e veta. Po jo se sa agjeron. Një njeri që s'mund taj non stop asnjëherë. Gjithmonë kjo është ajo që. Po unë shpresoj shumë që ka një ndërgjegjësim shumë të madh edhe në rrjetet sociale, po kudo është ajo, edhe përgjigje të arshis smundjeve. Nuk mund të përfundosh klient spitalesh, klient farmacish, në mënyrë periodike, në mënyrë vazhdueshme, kur ti ke një mundësi tjetër zgjedhje. Faleminderit dhe juve. Falenderoj shumë. Edhe shpresoj që të jenë më të shpeshta emisionet për ndërgjegjësimin e ushqyerjes, sepse është një ndihmë e madhe, po dhe njerëzit janë shumë të interesuar për të fushme. Patjetër. Faleminderit.